Pas votave të diasporës, Kurti, Vjosa dhe Abit Gjiku nisin turin e takimeve në Zvicër, sot mbarojnë regjistrimi për votuesit jashtë vendit të cilët dëshirojnë të votojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, siç ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Aplikimi për regjistrim për të votuar jashtë vendit është i hapur më 6 maj në platformën për votuesit jashtë vendit, u specifikuan dhe mënyrat e përzgjedhjes se si votuesit jashtë dëshironin të votonin. Votuesit jashtë vendit mund të zgjedhin të votojnë fizikisht në përfaqësitë diplomatike, përmes postës në kutitë postare jashtë Kosovës dhe përmes postës në kutinë postare në Kosovë. Votuesit do të regjistrohen për të votuar në përfaqësitë diplomatike, do të mund të votojnë me 6 qershor, ndërsa votuesit përmes postës mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor. Gjithashtu dhe qytetarët e Kosovës që ditën e zgjedhjeve të 7 qershorit ndodhen jashtë vendit do të kenë mundësi të votojnë. Kështu njoftoi një ditë më parë Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s, i cili shtoi se qytetarët duhet të bëjnë regjistrimin gjatë periudhës të regjistrimit votuesve jashtë Kosovës, e cila fillon me 6 maj dhe përfundon më 17 maj.